Sosh me Veven, që sosh me Albinin, nesër kanë mu drejtu e ka përparim Rama. Unë e pres rezultat bi gjatë përshin, spektakolare të përparim Rama. Pa miratimin e partisë. Ati janë bresh sa për informacion, vetë Gjafer Tahiri e voton këtë. Dalin 3 veç. Vetë Ledekeja e voton PDK-n. është punë e krymi, Majo. Ti po thot Ledekeja po eci bashkë me to. Ai si individ, arbitrisha, jo në emër të partisë. Unë e shoh fitus me të do merrem pas nëntit. Nëse ka një garë, është ma e sigur në balotash, fitore spektakolare. E para, votusi i përparimën i Urani Ismailit. Edhe pa marrëveshje, plus që ka marrëveshje, nuk ta voton Qekun. Këtë votues e Kosovës, që sërën në vendosjes, janë të irritum nga diskursi qendror që e ka Albin Kurti për me ta. Prandaj nesër, ata nesër kemi me pas një fitore spektakolare. Më kap një përfjaleve. Jam ka marrë risk madh. Polipublikisht. Më ja huq nesër unë, nesër Azreni po fol pa lidhje. Unë e besoj, vi gjallë përqin, nesër e kemi përparim Ramon kryetar Prishtinës, që besa, kur e këqyri mos pëtëra me hetën, ka pengesa, unë i besoj të regimit ti, që për një me ka qenë i blokum nga nivelli qendror, le do kryetar tjerë që nuk po kallëzajnë, se për të në marrë votues veves në për komuna, taktike mirë, po kjo ka një blokum për një me. A konë ma i mirë i mundë shumë? Jo, por larkë ma i mirë se kjo këtu. Mirë. Gabi. Që tash i ka një probleme, ti një problemet ma mirë. Dytë i kanë probleme, dytë janë... Edhe Rama ka pas shumë fat që ja kanë caktuar relacion. Kjo djallë nuk ka veç produkti fatit, produkti punës, politikan penicillin, se ty politikan s'ka dokot. Kjo politikani penicillin, është ka i qmonton, ka lidert e vjetër populist, pa dishëm, pa përgatitën, pa gudzimshëm. Veç ky ka gudzim u përballë me Albin Kurtit. Veç ky ka i vjen haksh Albin Kurtit. Ky po thot, e kemi lënë, e kemi mund Slobodanin ose Nëntën, tash me mund Albin Kurtin, që futu me pak to. Kjo fantastik. Mirë. Ja bërë si peci së të vitë. Kjo fantastik. Albert Shpeci pëse Ljapi si kam dëgjuar ish. Nuk është fantastik, larg prej fantastik. Është më i miri i mundshëm që e kemi tash. Nuk ka diskurs, është mesatar edhe si udhëhec, po poenta është ka pas fat pse ja shoh punën. O do këtë fat, këtë performimi të ija... Ti e kritikon populizmin, kjo është quasi populizm. Sotni, një quasi populizm. Një struktur propaganduse, qëfar është EVV-s, i ka bo vogë të fushat. Ka qmenë kretë. Si do të pas. Që si njeri që i balafaqon kështu, kjo është e ardhmja, kjo është presa. Unë duat të dëgjoj Ljabi, se kam dëgjuar fare. Absolut, po. A dëgjoj Ljabin, po. Vazhdo Ljabi. Që ku fiton, a? Se fillim. Tu i Ljabun e thëm po. Po, pa dyshim. Edhe Ljabi e ka një televizor. Vazhdo, Ljabi. Pavarësisht barikadimit të kretë partive, do me thonë, AK, PDK, LDK, kundër zotit Qeku, me gjitha të menoj që Qeku ka me dalë nga dimtar prej... parimor. Ka me dalë fitusi i kësaj gares, sidomos diçka është një dinamik që e ka përcaktu edhe fitoren e këti Qekut është që debatet, dhe më thonë, ka shkëlqy në raport me kundër kandidatin e tina. Por, me gjitha të ka pas vrejtjes është marrë me Ramën e ju me projektet e ti? Jo, ka prezentu edhe projekte, ka pas aftësi retorike që... Hajë përshaun 3 projekte që i ka përmenë. Oni me Ljap të menu që i ka fitu debatet. Hajë të përmeni 3 projekte që i ke mojtë menë pesa. Ishtë 3 përmeni? Unë ose jashtë. Për një me? 3 dhe për i me, po të thamë. Nëse gjengu. Për të që argumentin dhe i fond edhe ngosës. Nuk jem mërtenari kur këna mi bo agenda, kur këna. Mirë. Unë i morë me dhonë në ndim teme. Mirë, qka të kam bushtyrin që i ka fituar debatet? Qytetarin e ka impresionu me aftësi retorike. Mënet mës me... Ka mjaftë politikanë që impresionojnë me aftësi retorike, nuk është shenjë kjo se mund bëhet... Mënet me ndodhë që s'ka prezentu kështë në trajtë solide program me sene, po me gjitha të retorika e tina u konë breslanë se rrjedhimisht edhe e ka poentu edhe favorizën. Tjetër, menoj që edhe që pra barikadimi i këtyne partive mënet me pas kontraproduktivitet për LDK-n, sepse e përmeni këj skenarin e 2020, kur ka ndodhë në pandemi, me gjithatë, unë përmenoj që këj skenar mënet me ndodhë në të rajt inverzive prej asoj që e prezentoj kë. Pra ti beson Ljabi që votuesi PDK-s e voton Qekun? E beson këtë Ljabi? Ljabi, e beson që votuesi PDK-s jep vot Qekut, vëvës? Jo, ka votuesi... Nëse jep efekt të kundër. I malkon historia është. Ka shumë votues që, dhe me thonë, nuk kanë marrë pjesë. A e kështë votu ti PDK-n? Nuk ju kam... Te, a e kështë votu PDK-n? A e këm votu disa herë.
në përballotazhe. Qelu lam qelu. Në përballotazhe.